Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili është munduar që në këtë libër të na përshkruan në rrugën drejt Allahut Dhul Xhelal, i mbështetur në ajetet nga Kurani Fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi në kapitullin e al-muraqaba, vëdijen se Allahu e mbikëqyr robin, dhe kemi filluar me hadithin e Gjibrilit, hadithin e madh ku vjen Gjibrili dhe pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për imanin, për islamin, për ihsanin, për kiametin dhe për shenjat e kiametit. Dhe atë e treguam në dersin e kaluar dhe filluam pastaj të përmendim disa mësime dhe porosi që kanë përmend ulemat, dhe i kemi përmend do thot 10 prej tyre në dersin e kaluar. Tani vazhdojmë me tjera që kanë mbetur. Ulemat nga ky hadith kanë nxjerrë mesele. Për tyre është edhe kjo, përcaktimin e kiametit, kur ka me ndodh, nuk e din askush veç Allahu subhanahu wa taala. Ajo është gajb, të cilin nuk ja ka treguar askujt Allahu subhanahu wa taala. E sot muhabetet që bon 2012, fundi i botës, ishte 2000 fundi i botës, ka qenë më herët 1000. Këto janë muhabete, supozime, muhabete, analiza njerëzore që s'kan të bëjnë me Kur'an dhe me Sunet, me fenë islame. Ata ndoshta kanë mbështetje dikun, në për librat e veta, në krishterizëm, apo në hebraizëm, apo në filozofi, apo në budallëke, ajo është muhabet tjetër. Mirë po, s'ka lidhje me islamin. Andaj kur e pyeti Gjibril alayhis salam kur ka me ndodh kiameti, tha ai që pyetet nuk din më shumë se ai që pyet. Domthon asin nuk e dim këtë punë. Kjo çfarë më thon? Shumë do më thon, pse Muhamedi sa njeri më i mirë në dynjë. Gjibrili me laça më e mirë në gjithësi. Domthon dy më të mirë janë takuar dhe për pyesin njëri tjetrin ku ka me ndodh kiametit. Asun as se ditë. Domthon a ka mundësi të kush të më ditë? S'ka shansa ti të kush më ditë. Masi se din Muhamedi alayhis salam, masi nuk e din Gjibrili, më të afërt te Allahu se këtë nuk ka. Kur këta nuk e din, do më mos ka shansa me e di dikush. E tash vjen dikush, thot Nostradamusi ka thonë, për shembull, është një fallxhor për fallxhorëve që ka jetuar më herët, e i ka parashikuar do gjona, disa kanë ndodhur sipas parashikimit të tij, tash ja bëjnë të madhe. Po ka thonë pejgamberi sa, shejtan hypi një përmbi tjetër, derisa hipin lart në qiell, me vjedh lajme që Allahu e jep me laçeve. Edhe e vjedhin ndonjë lajm. E pastaj Allah i gjun me yje, me meteora. E pastaj ata vijnë poshtë edhe i tregojnë fallxhorëve, domethënë 99 rrena një të vërtet. E fallxhorët më të vërtet pastaj bëjnë manipulime në mesin e njerëzve. Mirë, kjo është e para, nuk e din gajbin se kur ka me ndodh kiameti askush veç Allahu Dhul Xhelal. E dyta, po pse Allahu e ka fsheh? Pse ka treguar neve kur ka me ndodh kiameti? Ta dim, bëjmë hazard. Ja, e kundët është e saktë. Kur nuk e din, i e magati se kur e din. Edhe kjo është filozofi që këtë e përdorin. Edhe njerëzit, edhe shkollat, edhe ushtria. Të lenë, dhe më thonë, që ka thot, kena me pas ushtrime, për shembull. Kur të vjen lajmi, ti me koni gatshëm. Torbë me pot gati, kur të vjen lajmi, ti më njerë munis. E kjo është ma mirë se me të regu, se me të 15, për shembull, janar, ka me pas ushtrime. Se ti lirohesh. A ma kështë të bënu gati, brenda 15 ditëve, ka me pas ushtrim. Kur të vjen lajmi, me koni ti gati. Kjo të manë 10 ditit përgatitëm. Edhe kur themi nuk ditë kur kiameti, kjo është më thonë ti për çdo ditë e pret kiametin dhe për çdo ditë je i gatshëm. A më thon për shembull ta zon 2015 në kam kon kiameti. Ti çka thua, pas ka vakt. Unë tash bëj çka bëj, domethënë dëfrehem, argëtohem, lazrohem. Kur të vjen 2049, 2045, për shembull 47, pendohem unë edhe kthehem te Zoti edhe e pres kiametin si besimtari i mirë. E kur nuk e din, besimtari është vazhdimisht i përgatitur për me taku Allahun Dhul Xhelal me vepra të mira dhe i shton ato sa më shumë që ka mundësi me vë. Kjo është urtësia e fshehjes së kiametit, që njeriu besimtari vazhdimisht me qenë i përgatitur për ditën e takimit me Allahun subhanahu wa taala. Dhe sikur të thash edhe më herët,
Këto muhabete se ka pas emisione për shembull TV të Shqipërisë, 2-3 emisione në internet ka muhabete sa dush, 2012 fundi i botës. Ato amerikanët ka bërë një film 2012 fundi i botës, ama ai është muhabet kot. Ka me shku 12 edhe 13 edhe 15 bi'idhnillahi ta'ala. Deri kur se na si musliman, edhe kjo është pika tjetër. Nuk e dim ku ndodh kiameti, ama janë do shenja. Do janë të vogla, e kemi treguar në desin e tonës për akide ku kena marrë. Janë 6 dhe kusur shenja të vogla. Edhe do janë të mëdha, 10 për tyre më të mëdha. E pa dalë ato s'bëhet kiameti. Desh thujti 12, desh 15, desh 100, kur të shtoj. Pa dalë ato shenja të mëdha kiametit nuk bëhet kiameti. Edhe cilën ato shenja për shembull, sa për ilustrim, shfaqja e kafshës së tokës për shembull. Kafshë speciale e cila e ka detyrë me i vulos njerëzit, besimtar dhe jo besimtar. Kjo Allah s'ka ndodhur. Për shembull, zbritja e Isis a.s. Kjo, për shembull, tash ta krishterë çka festojnë lindjen e Isaut a.s. Katolikët e kanë përpara, ortodoksët e kanë mas. E tash a keni pa filozofinë, domethënë, që na e fusin neve muslimanë, urime festa, cilat me festa, po edhe të katolikëve, edhe të ateistëve 31 dhjetorin, edhe të ortodoksëve 6 apo 7 janari, kur e kanë ata. Do këtë festet e jo muslimanëve me i festu e Bajramin, e ki pa reklamat për shembull. Folni tani për festa, një dinar këtë minutin, ose folni pa pare këtë. E për Bajram, se s'ka me fol pa pare? Për me tregu se ti je i dorës dytë, nuk je i dorës parë. Ata, e ta çka ndodh, ku fatkeqësia, që një pjesë e madhe e muslimanëve i festojnë festat e tyre. Edhe të vetë e muslimanëve, shqiptarëve që jetojnë me reklama prej muslimanëve urime festat. Kujtve? Katolikëve, të ateistëve, edhe të ortodoksëve. Edhe të muslimanëve e bëjnë edhe për Bajram gëzuar Bajramin. Ama sa bëhet argëtim, sa bëhet dëfrim, sa bëhet përgatitja, sa bëhet investim në festat e huaja nuk bëhet në festat tona fatkeqësisht. Edhe ata thënë ka lindi Isau në këtë ditë, edhe pse historikisht me shikua kjo është e vërtetë ose është vërtet diçka tjetër, ka mohabet shumë aty, se s'ka qenë domethënë dimër, por sidoqoftë, pastaj thënë që e kanë vra, e kanë kap, e ka tradhu shoku i vet, romakt e kanë kap, e kanë kryzuar dhe kanë mbyt. Edhe çka thënë, e ka fliu Zoti ose i ati birin e vet për t'ia lënë gjunat popullit përgjithësi. Kështu është mohabeti atyre. Dhe ku të analizosh më thellë del se ky mohabet domethënë nuk qëndron në asnjë aspekt. Po ti kishte bir, e kishte mbrojt i ati i vet. Po të shte zëkon Zotë si ka mundë si Zotë i mu vra. Ka shumë paradokse i thusë, shumë gjëra që kundërshton njëra me tjetër, nuk janë logjikshme. Na muslimanët e kemi temis këtë punë. Deshën ata me vra Isin a.s. Ama Allah thëtë kërën, wa ma qataluhu, wa ma salabu, walakin shubbiha lahum. Ata asë nuk e vrajten, e asë nuk e gjëshduan, do më thonë, në trung, në dru, por i përngjau atyve. Çka i përngjau? Në Bibël një shkruan, thot Jehuda, ai tradhtari, i thot policisë romake, kur të him në dhomën, ajo dhomë ka edhe një dhomë mbrapa. Atë që e kapi une, ajo është Isau. Atë ju kapne. Atë që e përqafoj, du më thonë. E dhëtë kur hinën në dhomë, Jehuda e përqafoj Isaun, e Isau e mori me veti e u futën në dhomën e dytë. E kur hiri policia në dhomën e dytë, e gjeti vetëm njëri e mrena. Nuk e gjeti dy. Kjo është në Bibël. E gjeti vetëm njëri. Vërtetimi asaj që e thëtë Kurani. Asë e vran, asë e goshdun, por u përngjau aty me pse ata kishin kap Jehudën, e kishin goshdue, jo Isën a.s. Por, bel rafa Allahu i lejt, por Allahu e griti të kaj, subhanahu wa ta'ala. Dhe, prej shenjave të kemit është ma ardh Isa a.s. Me mi kalzuhe, kejtë dënjos, edhe jo muslimanve, po edhe muslimanve që i festojnë vitin e ri. Me thonë që, o njerës, kejtë kjo muhabet është davash. Edhe krishterëve që kanë besu se kanë goshdue, edhe është mbyt,
Edhe muslimanëve që festojnë festat e krishterëve thonë se këtë kjo gabim është. E sikur ka hadithe pastaj e thën kryqin, e mbyt derën edhe largon gjizjen. Po sigurisht është një peshenjave të kiametit. Pastaj dole Dejjallit, mashtuesi të madh. Kemi folur edhe për te peshenjave të mëdha të kiametit, mashtuesi i madh. Sot me pak se ne po mashtrohen muslimanët, apo shef me një vitri, me një reklam televizie. Para mendoj marrë Dejjalli. Një pjesë e madhe e njerëzve i merr me veti Dejjalli, i bën ushtarët e vet, fatkeqësisht. Pse? U mungon imani edhe u mungon dituria. Se kur ka me bë krahasim një ders me mësu fen, edhe një nejt me qajtore, shumica e atyve që falen, s'po foli para që s'falen, e zgjedhin një nejt me qajtore, jo një nejt me ders. E kur vjen Dejjalli ti me ka kemi kon Allahu e din. Askush të nga tonë profetin e vetë. Ama ai që ka iman dhe që ka ilm, ai ka garancë, e mbron Allahu dhul xhelal. Ai që s'ka iman ose s'ka ilm, s'ka garancë. Andaj Dejjalli është peshenjave. Pastaj prej të fundit është dalë diell nga perëndimi. Të gjithë na sabah kur çohemi e shohim se del dielli nga lindja. Lind dielli i themi, nga lindja. E shkon e në akşam perëndon në perëndim. Ditën e kiametit ka menduar dhe kundërta. Ti pret me dal ka lindja e del ka perëndimi. Kjo alo s'ka ndodh, asnjë pikë këtyre shenjave s'ka ndodh. E çish ka mundësi me ndodh kiameti? Nuk ka mundësi me ndodh. Dhe për shenjave që u përmend në këtë hadith, është domethënë kur robresha e lind zonjën e vet. Çfarë do të thonë kjo fjalë? Robresha e lind zonjën e vet. Domethënë, ulemat kanë dhënë disa sharrime. Dikush ka thonë para kiametit muslimanët kanë me shiru shumë vende, edhe shumë robnesha kanë me pas. E ato robnesha, kam i marrë për shembull i pari muslimanëve robnesh lufte, rob lufte. Edhe ka me pas një qatë vetin. E ajo grua e këtij të parit muslimanëve ka me lind vajza që kanë me qenë princezat e muslimanëve nesër. Andaj robnesha e lind zonjën e vet. E kur të bëhet ajo princezë, ajo bi e princit e mbretit, princezë, a e botë sundimtare, nona e vetë robnesh. Andaj kur robneshët i dinin zonjat e veta. Kjo është një kuptime që kanë në lemat. Se shtohen robneshët muslimanët kanë me qiru shumë vende, edhe atët part e muslimanëve, bretin e muslimanëve, khalifet e muslimanëve, kanë mi martu ato, kanë mi pas një qa, edhe ato kanë me lindë vajzë. E vajzët e mbretnive që i dinë robneshë janë princeza. Janë mbretnesha ato pas e të ardhmet. Edhe pse janë lindë për robneshës. Se do shkojnë me babën, nuk shkojnë me nonën. A nëna mbetet robnesh. Edhe pse ulemat pas e kanë folë këtë meselë, kanë thonë se nëse një robnesh lind, me automatizëm bëhet e lirë. Edhe nuk trajtohet si robnesh. Kjo është një kuptim që kanë thonë ulemat. Kuptimi tjetër është që e synon se ka me pas në kohën e fundit shumë mos respekt ndaj prindërve. Që fëmijët kanë mësil me prindët si zotnit me roktartë. Fëmijët kanë mësil me prindërit si zotnit me roktartë. A dhe thëtë, kur robnesha e lind zonjën e saj, do më thonë, që fëmijët kanë mësil si zotri edhe zonja, kanë shi prindërve të vetë, e prindërit nanë dhe babën kanë mi shvizu si roktarë, si zmeqarë, si robër edhe sklever. Edhe kjo është afer, edhe kjo fatkeqësisht veç më ka fillu me ndohë. Ku njerëzit nuk e respektojnë nanën dhe babën, por i maltretojnë ato, i ofendojnë ato, i nënshmojnë ato, edhe sillen në mënyrë shumë të keqe me to. Dhe ky hadith, edhe shumë hadithe tjera, u japin përgjigje disa muslimanëve të kompleksuar, që mendojnë se koha e robërisë ka marrë fund, dhe se nuk ka sklever edhe robër. Edhe kjo është e demantuar jo me fe, po e demantuar edhe me realitet. Sot na kemi robër lufte në Guantanamo. Bile ata aq keq i trajtojnë muslimanët, nuk u japin as statusin e robërve të luftës. Burgjet në Irak e në Afganistan nuk kanë të mbushur me robër lufte. Veç muslimanë s'kan drejt me pas robër lufte. A këtë dunja ka drejt me pas muslimanë robër lufte. A keni qartë ku është muhabeti. Këtë me fol një hosh tash me dalë me moj derë se regullat e robërisë janë robi luftës. Si trajtohet, qysh ka mundësi dhe më thonë me shvizue,
Qotë këtë dënjën kom këshire, Islami është fe prapambetur, se Allah flet për kohën para 500 vjetë ku ka pas robër lufte, se janë shitë pazar ato pasaj. E keni po në përfillon të vjetë të traumakve, si janë shitë robërit, ata do më luftarë. E këto janë regullat që ekzistojnë Kur'an dhe Sunet. Ti më ardhë me i tregua qotë këtë dënjën dhe që Islami fe prapambetur, shef flet për robëri. A na me konventet ndërkombëtare kemi nalë robërin, e themi ka dal. Të lene muhabetin e konventave e letrave, të regom realitetin. Sot a nuk janë të mbushura me rob lufte burgjet në Irak? A nuk janë të mbushura me rob lufte burgjet në Afganistan? A nuk janë të mbushura burgjet me të kidnapuar politikisht prej shteteve të mëdha në shumë vende të botës? A dulen aferat, vjet e par vjet, ka pas burg fshatësia këtu, ka pas burg fshatësia ashtu. Këtë janë muhabete që ju e për i bëjni. E ju e keni drejt me bo qka mas, e neve si musliman vetë zoni pak me hapë më njerë terrorist, ekstremist, fundamentalist. Ka dalë be burë. Le të folin faktit argumentet. Le të folin faktit argumentet. Torturat, maltretimet që janë bërë në Bugrejt, në Irak, ishte turpi botës. Këtë dunjoja u turpënum për asaj, se kanë bërë musliman të atë mund. Në Islam, bile, me i lezumi regullat e robit, që ditë është sa drejtësia e madhe. Thot me ushipi ushimit tanë, me vesh për vesh bathjes tane, para me në. Me drejtu si ti njësoj. Ku ka kësi regullat? Kalëzëm kushtë në të. Shkojnë edhe i veshe me teshat portokalta, ofendim dhe në shmim. Shkojnë edhe i lidhi me pranga kamte dhe durët. Shkojnë edhe i ofendojnë shenjtërit e tyre, u adjegin Kur'anin, apo Zotin në rujt i bëjnë, ofendojnë gjërat e shenjtë të muslimanit. A kjo është drejtësia në cilën thrasin ata. E pastaj kur vjen muslimani, jo zguxon ti me fol për robnisë, bëjnë brapambetur, thënë që ti ke me shumë vonë, ti s'ka, kjo është kundërshtim me përparimin, edhe kjo s'mund të kom. E tash problemi është kur do musliman me emra muslimansh në thrasin në Islam, kur vjen kjo temë u vjen marrë me fol për këtë temë. E fshehin këtë temë. Mundohen me krapërci, mundohen jo ka qenë kaluar tash nuk është. Jo me vëllai, kanë rregulla. Kur të ka kësi situate vlen, kur s'ka kësi situate nuk vlen, nuk kryj puna. Sot nëse nuk ka situatë të robërve dhe sklavërve, u kryj puna, s'ka. Nëse ndrosi situata ka. S'mund të imi anulu rregullat e Zotit për shkak qefit tan, për shkak mendimit tan, për shkak komplekseve dhe smundjeve që i kiti në zemrën dhe mendjen tonë. Fe Allahut është e përhershme, përderisa ka me pas gjihad deri ditë kiametit, ka me pas edhe robër. Përderisa s'mundna me anulu gjihadin, s'mundna me anulu edhe këto rregulla. Edhe kjo është fe e qartë, Islami nuk është fe e msheft. Nuk është fe sikur se fe tjera që kanë gjëra sekrete që i din veç prifërit e tyre apo njerëz të mëdhenj. Fe Islami është Kur'an dhe Sunet, është publike për këtë dynjan. Kush do të lexon arabisht, kush do të lexon anglisht, kush do të lexon francesisht, kush do të lexon gjermanisht, kush do të lexon italisht, kush do të lexon shqip, serbokroatisht, turqisht, indonezisht, malezisht, kinezisht, çfarë do gjuhë e kit për këtë lexoje. Suneti njëjtë e ki për këtë e ki arabisht, e ki anglisht, e ki frëngjisht, gjermanisht, çfarë do gjuhë? Lexoje dhe studioje. Të pëlqef bënë musliman, s'pëlqen, puna jote është ajo. Nuk është me dhunë kjo punë. Ama me ardhë dikush në emën të fesë, me na fol gjëra në kundërshtim me fen, e ke se pranojmë. Pse? Se Allahu Dhul Xhelal e ka caktuar që çdo herë me pas ulema. Ata ulema me sqaruar gabimin e njerëzve. Sot për shembull në Turqi atje bëhet debati i madh pse kryetari i drejtorisë për çështje fetare e ka nxjerr nga puna një grua nga sektori i femrës, pse ajo se mon shamin. E pse me qitë pi punë? Tamam puna, ajo në drejtoresh e sektorit femrave, në drejtorinë për punë fetare, se man shamin. Edhe me mojtë puna la aty, ama atyve laikve, atyve dyshmanve të fesë, u konvenon ajo, si u konvenon një fetar më ardhë, një që e dënë Allahun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dënë fen, edhe punon me zell për fe. Mundohen dhe më thonë në Zvicër del një muslimane me origjinë arabe nga Tunizia fol për fen, ajo as shamisman,
Ajet me fund shkurt, fol për fen, asaj ka ardhëni me fol për fen. E mi kallëzu muslimanëve çka është feja, çka është mesatarja në fe, çka është ekstremja në fe. Domethënë mundohen her pas here me nxjerrë njerëz që flasin për fen as kanë lidhje me fe. Me ne komentu Kur'anin as kanë lidhje me Kur'an. Me ne komentu sunetin a kur s'kan lezu. E maj me një debat në një kanal televiziv arab në Gjeziren. Ka dalë debaton një musliman edhe një laik. Paramdo ai laiki mundohet me pru argumentit Kur'anit thot në surën Remz. As ka surë Remz, ka surë Zumer. E fjala Zumer edhe Remz është shumë e ngjashme se Zumer ka e prapa Remz. Paramdo ai aq jahil që emrat e surëve nuk i ditë Kur'anit mundohet me debatu për Islamin. Edhe shpesh në ndodh neve kështu që me dalë njerëzit me folë për fen as kanë lidhje me fen. Edhe bile me dhënë fetva në emër të fesë. E ky problem është i madh edhe ekziston edhe ka me ekzistu fatkeqësisht. Mirë po, Allahu Dhul Jalal na ka letu këtë punë. Ka që ulema. E ulemat çka e kanë për detyrë obligim. Me qenë qesh devijimet e qëllimçive. Me qenë qesh komentet e gabuara të xahileve. Edhe me nxjerrë shesh dhe më thonë kejt defekte që dikush mundohet mja etiketu fesë. Dhe alhamdulillah, për këtë shkaqe dhe më thonë na jemi rahat se ka ulema që këtë punë i zbardhin edhe i shërim. Gjithashtu prej shërimeve, prej shenjave të kiametit që janë përmend në këtë hadith, është çka të shohësh njerëzit e zhveshur dhe të zbathur që bëjnë gara për objektet mëdha. Tash isha unë në Arabi. Edhe po shoh ndërtesa të mëdha 70 kallçe, 100 kallçe. I keni pa dhe ju për shembull në Dubai, në Abu Dhabi, isha unë në Kuwait tash. Edhe të shkon patjetër shkon mend ky hadith. I shohësh njerëzit zhveshur, zbathur, bëjnë gara, kush ka më bë ndërtesa më të mëdha. Ulemat që kanë thonë, kjo pjesë e hadithit tregon fesadin, prishjen e sistemit të fesë edhe dynjas. Se këta njerëz që investojnë kash kapital në ato objekte, nuk mund më nxjerr kur 20 miliard për shembull Burj Khalifa në Abu Dhabi, 20 miliard. Kur janë nxjerrë ato parë? Kur janë nxjerrë ato parë? Ama çka investojnë vetë se më u bë me emën, me famë. Muhabet. Thënë ulemat, me këtë gjën, ka desh me nga dërgu pejgamberi sa, se ka më u prish feja edhe dynjoja për njerëzit. E prishja e fejës si ndodh, thot kur kryetarët e njerëzve bon fukarat e djeshëm. Dhe i djeshin fukarat, s'kishtë qka me hangër me pish kretin, zall. S'kishtë naft para 40-50 vjetëve. Sot Allah e ka sjellë naftën, fukaraj i dunjos sot bëhet zengin i dunjos. Ai çka bën? Zakonisht bëhet zullumçar, hilexhi. Edhe kjo është e vërtetë, për shembull edhe na. Kush u bë pasanik shpejt, nuk i din me respektu njerëzit. Akraban, farefisin, koshit, fukarat, nuk din. Se shpejt u ka bë zengin, ka dalë nashna unë njerë masën e për tjerë. Ama që ka pas zengillëgin loz që themi asoj, dem babaden, a i dinë rejnët, aso i thut aristokraci. Që të mon, edhe gjyshi, edhe stërgjyshi janë marrë me tregti, janë marrë me biznis, kanë pas pasoni. S'jam i pari që i bona unë 100.000, 200.000 euro ose 1 milion. A i dinë rejnët. Se është kryu një, edhe po e shojmë tash në për disa filma që i për japin tash turqet, që ka dhe më thonë punë e aristokracisë, dhe më thonë. Edhe për para ka pas komunizmi, këtu i ka prishë të rejnët. Është ditë familja dhe më thonë e qehave, familja dhe më thonë e tokave që ka pas, e kafshë që ka pas, se cila është ditë. Edhe familja roktarve është ditë. Edhe se cila ka qua tjetën e vetë si pas asoj që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ande ky njeri i fukara dërgje, kur bëhet pasanik, bëhet zullumçar, mundohet që këtë pasurin e dynjas me marë për veti. Edhe mës me adhon hakin askujt. E prishja e dynjas, që zhnodh, atëre kur prishet dynjoja, fillot prishet edhe dini, pse njerëzit fillojnë mi besu ati që rren, mës mi besu ati që është i vërtet.
me qeni sigur të këtrathari, a mos mi besue ati që është besnik. Edhe flasin gjahilet për punë të mdoja, e heshtin ulemaja, e atëre, si ku se ka në hadith, flasin njerëzit e thjesht për punë të mdoja. Edhe kjo është temë, këtë në e shohim. Kush mërin fol, për çfarë të shtema? Çka do më fol? Për politikë të partë jemi, për ekonomi të partë jemi, për medicinë të partë jemi, për çka duhesh folim na, për kulturë të partë, për libra të partë, për intelektualizëm të partë. Çka duhesh folim na? Ka dalë nuk është e punë, kush mërin me fol. Ka rend. E kështu, domethënë pejgamberi sa ka thonë, njerëz e zhveshur, të zbathur, bën gara, kush ka mbënë dutesa më të mëdha tregon se te ata njerëz është prish edhe dini, edhe dynjaja. Pse se ka, i thuhet ka investime më të logjikshme se sa me ato objekte. E masë në Dubai, për shembull, Dubai, vjet ran krizë ekonomike minus 30 miliard. E u desh Abu Dhabi minimue, për me tregu se nuk është më abet ajo që shihet vesh. Se nuk është investimi vesh me boti hotele edhe restorane. Nuk është e investim. Investimet kapitale janë zhvillimin e industrisë, për shembull, aty Allah u ka dhënë naftë, u ka dhënë gaz. Si ata ta prodhojnë, domethënë, të bëjnë fabrika të mëdha të veta për prodhimet e derivateve të naftës, për shembull, derivateve të gaznave. Unë ndëgjoj dhe lexoj, për shembull, gjermanët janë munduar me bë fabrikë të mëdha në Katar, se si gazin me shndruan trajt ngurt, se gazi është trajt të langut, me bot trajt ngurt, që me bajt malet, pas e mes me pas nevoj ti, me bajt në për tokë, shembull es në Iran, es në Gjorgji, e qenë deti, e masene, a ka Balkani, a ka Republikat Ish Bashkimit Sovjetik, ma beti i gasjelësa, që luftët e mba pas e bon, ka me shku gasjelësa, ka me shku ka Turqia, ka me do të me zhe, a ka marrë ka Balkani, sistemi ambo, këtë ma beti janë. Edhe njëra për shkaqeve të disa luftave që banë janë këtë punë. E ata kanë menu se si me e botë trajtën e ngurt, që mëse pas nevoj me kalu në pështete, po me bartë me mjetët tjera. E ta shti Allah të ka dhanë pasunit, ti pëse si e banë këtë punë? Blej inxinjerët, blej shkencëtarët, ki pare, jo me dhanë pare ti, e ka bo 10 milion, i ka kushtu një brev i dimrit, duke e stolis me arje e me argjente me diamant në Dubai, për shembull. Ose me bo gara, kush ka me marrë futballeri më të madh, ose me bo gara, kush ka me bo do më thonë pistën më të mirë të formulave, ose me bo gara, kush ka me marrë 2020 që për shembull punë e Katarit. Ka punë më të mëdha se kjo, ama çka ka thonë pejgamberi sa, kur të zhveshurit, të zbathurit, bëjnë gara me vetë ndërtimin e objekteve të mëdha, kjo është peshënave të kiametit. Normalisht kjo është peshënave të vogla të kiametit, se për me kon të mëdhat janë ato që përmendën pak më herët. Që të qoftë, këta dy cilësi që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zhveshur, zbathur fukara, bëjnë gara, tregojnë për mbysjen e gjërave, tregojnë se vlerat janë humb dhe janë tret në mesin e njerëzve, se peshorja nuk marr drejt, se koha edhe njerëzit kanë ndru, edhe amaneti i është dhënë atyre që nuk e meritojnë. Përndryshe, nëse njerëzit i kthejnë rregullave të fesë, Kur'an dhe Sunet, apo adetive dhe zakoneve që kanë zonë vend, do të ishte jeta më mirë, por ata i kanë dhënë përparësi efsheve të tyre, pasionet të tyre, edhe puna ka ardhur në këtë gjë si ka ardhur. Gjithashtu prej shenjave dhe mësimeve që dalin nga ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se e qorton pejgamberi sa lavdrimin dhe mburjen, sidomos në ndërtimet e mëdha të padobishme, si kjo tregon në israfin dhe luksin e tepruar, e cila është e ndaluar me fe. Edhe kjo normalisht çdo ndërtim i pa nevojshëm, i pa arsye shumë, edhe fetarisht, edhe ekonomikisht, është harxhim i tepruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo dinar që harxhon është sadaka, veç dinarit që harxhon gur nuk është kurnisem. Andaj muslimani edukohet me jetu jetë, domethënë të matur mesatare. As shumë luksus e as
me hjek edhe me vujt, nëse ke mundësi. Ama jo me boti, për shembull, i e 5 antar, me bo 500 metra kator shtëpinë. Shtëpinë, jo borin. Çfarë do bie ekipi asaj? Për 5 antar dihet, ka statistika botnore. Për 5 antar, për shembull, sa metra kator i duhen atij. Pse s'është harxhim? Se në man, për shembull, unë e di, për rasteve këtu të në Shkop, kur Allahu Dhul Gjelal i dha pasuni disa muslimanëve, vrapot bëjnë shtëpia 3 kat. Ama ai shtëpia 3 kat ka rend. Ai shtëpia 3 kat duhet me pas 1 apo 2 pastruese, me pas 1 apo 2 izmeqar. E kur i bën shtëpia 2-3 kat, e masane ka që nuse se s'po mujna me i fshin. E sa ishin të vogla tamam, këti boshi, kur bën mdoja, s'po mujna me i fshin. Pse? Ku ke mohabeti pas aristokraci, përpara kanë pas shtëpia të mdoja, ama ka pas rend. Që tash ti më shku në Arabi, për shembull, kanë shtëpia të mdoja, po i ka 4-5 izmeqar i ka. Edhe e ma shtëpinë e madhe. Ama ti me një nusë në shtëpi, nana e s'mund, që shkime me 3-4 shtëpinë e pasër, thënë e manë. E masë në gale e mshel derët, e mshel atë, po pse e bonë atë e shtëpi? Me majtë mshela. Jo një, ti shko, pin shkup deri në struk, në djathë edhe të majtë udhës. Shef me qindra shtëpia të moja, 3 kalqe edhe të mshel të akitë. Investim i pa arsyeshëm, investim i pa logjikshëm. Është argument i kësaj, kur njerëzit e zhveshën, zbafën fukara, Allahu ka dhënë pak parë, jo pak parë, por kanë shkuar në Zvicër, në Gjermani, kanë marrë kredit bankë dhe kanë bën 100.000-200.000 euro me kredit. Tu menu se këtu është shpëtimi. Këtë dunjoja për ka dhënë se krediti nuk ka fajde. 158 banka në Amerikë kanë falimentu për shkak kamatos. Banka. Si jeti më i mençëm se ata janë doktora shkencët ekonomisë. Me përvoj 50 vjet në ekonominë, në biznes të bankave. Edhe në fund ka falimentu. Pse? Yamhaq Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah e shkatron kamatën. Fukara janë ka shku në Zvicër, në Gjermani, ka marrë 100.000-200.000 pi bankës dhe mendon se u ka bë më i pasi dunjas. Jo vëllai, nuk është ajo pasuri. Sidoqoftë, këto janë përshenjave që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, ka disa mesele që inshallah taala nesër i vazhdojmë sharimin e tyre. Allahu na lutim në abdi të dobishme dhe vepra të mira. Esim Allahu na bkhayr dhe bereqet dunya dhe në ahiret. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.